Betejë për Konstantinopolin, profecia që u realizua. Për shumë shekuj me radhë, qyteti i Konstantinopolis ishte një nga qytetet më të fortifikuara në botë. Muret e tij të mëdha, ushtria e fuqishme dhe pozita strategjike mes Europës dhe Azisë e bënin këtë qytet pothuajse të pamundur për të pushtuar. Ky qytet ishte zemra e perandorisë bizantine dhe një simbol i fuqisë së krishterimit në lindje. Por për muslimanët, Konstantinopolia kishte edhe një domethënie tjetër, sepse shumë shekuj më parë, profeti Muhammed alayhis salam kishte bërë një paralajmërim që do të mbetej në histori. Ai tha, me të vërtetë, Konstantinopolia do të çlirohet. Sa komandant i mirë do të jetë komandanti i saj, dhe sa ushtri e mirë do të jetë ajo ushtri. Ky hadith është transmetuar nga shumë dietar dhe për shekuj me radhë, muslimanët e panë këtë si një premtim dhe një nder të madh. Shumë ushtri u përpoqën ta pushtonin këtë qytet, por të gjitha dështuan. Deri në vitin 1453. Në atë kohë, në krye të perandorisë osmane, ishte një sultan shumë i ri, vetëm 21 vjeç. Ai quhej Sultan Mehmeti II, i njohur në histori si Mehmet Fatihu, Mehmet Pushtuesi. Që në moshë të re, ai ishte edukuar me idenë se një ditë mund të ishte ai komandanti që do të realizonte profecinë e profetit Muhammed alayhis salam. Ai studioi strategji ushtarake, gjuhë të huaja dhe histori, dhe përgatiti ushtrinë e tij për një nga betejat më të mëdha të kohës. Forcat përballë njëra tjetrës. Kur filloi rrethimi i Konstantinopolis në prill të vitit 1453, forcat ishin shumë të ndryshme. Ushtria osmane kishte rreth 80.000 deri në 100.000 ushtar, sipas shumicës së historianëve. Ndërsa ushtria bizantine që mbronte qytetin ishte shumë e vogël, rreth 7.000 deri në 10.000 ushtar, përfshirë edhe disa mercenarë europian. Megjithatë, Konstantinopolia kishte një avantazh të madh. Muret e saj legjendare. Muret e qytetit kishin mbrojtur Konstantinopolin për më shumë se 1000 vjet dhe konsideroheshin pothuajse të pathyeshme. Sultan Mehmeti II e dinte se për ta marrë këtë qytet duhej të përdorte strategji të reja. Një nga armët më të fuqishme që përdori ishte artilleria e madhe. Ai ndërtoi disa nga topat më të mëdhenj që ishin parë ndonjëherë në atë kohë, të cilët filluan të bombardojnë muret e qytetit, por kishte edhe një problem tjetër të madh. Flota osmane nuk mund të hynte në gjirin e artë, sepse bizantinët kishin vendosur një zinxhir gjigant prej hekuri në hyrje të portit për të bllokuar anijet. Shumë komandantë menduan se kjo e bënte portin të papushtueshëm, por Mehmeti II kishte një plan që do të hynte në histori. Strategjia që ndryshoi historinë. Në një nga manovrat më të famshme ushtarake të historisë, ai urdhëroi që anijet osmane të transportoheshin mbi tokë. Ushtarët vendosën trunqe druri të lyer me vaj dhe tërhoqën anijet mbi kodrat pranë qytetit, derisa i zbritën në anën tjetër të gjirit të artë. Kur banorët e Konstantinopolis u zgjuan në mëngjes, panë diçka që nuk e kishin imagjinuar kurrë. Flota osmane ishte tashmë brenda portit. Kjo ishte një goditje e madhe për mbrojtjen e qytetit. Pas javësh bombardimi dhe beteja të ashpra, më 29 maj 1453, ushtria osmane nisi sulmin përfundimtar. Val pas vale ushtarësh u hodhën drejt mureve të qytetit. Luftimet ishin të ashpra dhe shumë të përgjakshme. Në fund, një pjesë e murit u thye dhe ushtria osmane arriti të hynte në qytet. Konstantinopolia, pas më shumë se 1000 vjetësh, ra në duart e muslimanëve. Kur Mehmeti II hyri në qytet, ai nuk u soll si një pushtues që kërkon shkatërim. Ai garantoi siguri për shumë banorë të qytetit dhe e bëri Konstantinopolin kryeqytetin e ri të perandorisë së tij. Ky qytet do të njihej më vonë si Stambolli. Për muslimanët, kjo fitore kishte edhe një kuptim shpirtëror, sepse ata besonin se ishte realizuar paralajmërimi i bërë shekuj më parë nga profeti Muhammed alayhis salam për komandantin dhe ushtërinë që do ta çlironte këtë qytet. Rënia e Konstantinopolis nuk ishte vetëm një fitore ushtarake. Ajo ndryshoi rrjedhën e historisë botërore. Perandoria bizantine mori fund dhe një epokë e re filloi për rajonin. Por për shumë musliman, kjo histori mbetet edhe sot një shembull i vizionit, përgatitjes dhe besimit, sepse një komandant i ri, i frymzuar nga një fjalë e thënë shekuj më parë, arriti të realizonte një nga momentet më të mëdha të historisë.